Ndiqeni pak. Kur ne morëm detyrë, gati një qerek shekulli pas shëmbjes diktaturës, prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë, pra e tërë sasia e paras prodhuar në Shqipëri, ishte 12.7 miliard dollar. Brenda një dekade ne e kemi dyfishuar atë në rreth 25 miliard dollar. Po ky është një lajm fantastik. Domethënë që ka dyfishuar ekonomia që nga 2013 thot kryeministri. Po pyetja është kush i mori lekët ato kryeministër? Se ti i thua popullit gëzohu, çfarë do të thënë që i ka marrë populli? Që ta kuptoni se atë thot i kemi marrë ne lekët e dyfishimit të rritjes ekonomike. Po populli në 3 forma e merr lekët: investime publike, shkolla, rrugë, spitale etj, pagat e pensione. Me atë shohim si kanë mbajtur. Se do marrim instatin, ato të qeverisë, instatin. Në 2013 investimet publike ishin 77.2 miliard lekë. Në 2023 ishin 116 miliard lekë, ja rritur me 47%. Pra ekonomia është dyfishuar. Të ardhur nga taksat janë dyfishuar, duhet të dyfishoheshin dhe investimet publike që të ruaj ritmi, që t'i vente paraja popullit, Ato si janë rritur asaj gjysmë. 47%, as 50% s'ka mbajtur. Po shohim pagat. Paga mesatare në 2013 ishte 52.150 lekë, në 2023 është 75.025 lekë, thot instati, 23.000 lekë është rritur paga. Ose vetëm 46%, as gjysma dhe këtu. Ekonomia u dyfishua, paga së rrit asaj gjysma. Po këtë gjysmë tjetër kush e mori valla? Shohim pensionet. Pensioni mesatar në 2013 në fshat qytet, mesatarizimi, ishte 12.076 lekë, 120.000 lekë të vjetra pensioni. 80.000 lekë ishte fshati, 150.000 lekë qyteti. Në 2023, pensioni mesatar ishte diku tek 156.000 lekë. Fshat qytet. Pra 120.000 lekë, 156.000 lekë. Vetëm 35.000 ca lekë është rritur të vjetra. Ose gati 26-27%. Po ky 73% që do duhet të ruan të ritmin, që të rriteshin e pensionet 100%, se u rrit ekonomia 100%. Të ardhur nga taksat, u rritin 100%, duhet të rritet e pensionet 100%, që ti marri populli lekën, se kështu thua ti që ka marrë populli. Pensionet janë rritur 23%, ma as 1/4. As 1/4. Prandaj të pyesim, ku vajten lekët, o kryeministër? E gjithse e kodë, se ti e di se ku vajten lekët, e di. Ky është problemi që ka ky vend. Pra problemi nuk është se ky është një vend i varfër, ky është një vend i vjedhur, se ky është një vend i pasur. Është i pasur, e ka bekuar Perëndia, e ka bekuar me pozitë gjeografike, me mal, me det, me lumenj, me njerëz vital që punojnë, se atë ekonominë që është dyfishuar, se ke dyfishuar ti është, se ti hyp avionit zbrit erionit ti, gjithkohës. E kanë dyfishuar ata që zgjohen në mëngjes, shkojnë në punë, hapin qepenat e dyqaneve, marrin makinat, lëvizin, punojnë, shkojnë darkë në shtëpi, ata e kanë dyfishuar ekonominë. E ky vend i ka ata. Ka njerëzit, ka pasurit, ka malin, ka deti, ka çdo gjë. Po ky vend ka vojtur se është vjedhur. E keni vjedhur ju. Dhe kjo është ajo që duhet bërë. Duhet shliruar vendin nga vjedhja, duhet ikin këta që vjedhin. Grupi juaj që vjedh. E që e ka shuar këtë vend. E ka detyruar njerëzit të ikin e të vinë ca të rinj, që nuk vjedhin, që e lënë vendin të zhvillohet, që ato lekë që i merr me taksa të japësh prapë mbrapsht popullit. Se janë lekë të tia. Po ti zë ta bësh këtë. As ti, as ajo shpura që na prezantove dje. Se ju ja keni marrë dorën vlla. Jeni bërë, si thua, dyfish është shritur ekonomia. Po më është shritur, po gjysmën e asaj ekonomie e keni juve. Ju jeni halli i madh i këtij vendi. Hajde çao, nga
çorapja e helmit të hajde çao nga çorapja e helmit të thurur, si na quhet e dje se harova. Ajo me thurje gjithsesi, hajde çao.